E kjo dënja po ashtu, çdo gjë në të vjen edhe zhduket, largohet. Dhe nuk mbet asnjë gjë tjetër, nuk i mbet asnjë gjë tjetër njeriu të vetëm se ato punë të cilat janë shkruar, ato vepra të cilat janë regjistruar në regjistrat e veprave, qofshin ato të mira apo të këqija. Ai i cili e ka madhnu muajin e Ramazanit në vetveti, le ta di se muaji i Ramazanit ka kalu, është largu. Ndërsa ai i cili e ka madhnu Rahmanin, të mëshirshmin, të gjithëmëshirshmin, Allahun Azza wa Jall, le ta di që ai është i përjetshëm, është i gjallë, i përjetshëm dhe nuk vdes asnjëherë. Ajo që është për qëllim është që na si musliman, ne na ngrihet pozita tek Allahu Azza wa Jall me anë të agjërimit. Nuk të ngrihet pozita tek njerëzit, por se na ngrihet pozita ku? Tek Zoti i krijesa, tek Zoti i botëve, tek ai i cili ka në dorë çelësat e së mirë të kësaj bote edhe në botën tjetër. Ndërkohë që Xhibril alayhis salam kur i ka ardhur profetit sallallahu alaihi wasallam një herë prej herëve, i ka treguar për namazin e natës, dhe i ka thënë profetit alayhis salam, i ka thënë wa'lam anna sharafa al-mu'mini qiyamuhu bil-layl. Edhe dije pra o Muhammed se nderi i muslimanit është namazi i tij natë. E Kurani i cili është fjala e Allahut Azza wa Jall, është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala e cila depërton në zemrat e muslimanëve të sinqertë. Është një fjalë me anë të së cilës Allahu Azza wa Jall i zgjeron gjokë se të krahënuarat e besimtarëve të Allahut. Ja lehson atyne çështjet e dunjas dhe të ahiretit. I begaton shtëpitë e tyne me begatitë Allahut Azza wa Jall, i largon shejtan, po ashtu e ndal të keqen e dashakeqësve. Duhet na me i llogarit vehtet tona para se të llogaritena në ditën e gjykimit. Le t'i peshojmë vetë punët tona në këtë dynja para se na të rapeshohen veprat tona në ditën e gjykimit. Le të përgatitena për me taku Allahun Azza wa Jall në një ditë të vështirë. Sepse sot nuk ka llogari, por se ka vepra, kurse në botën tjetër ka me pas llogari, edhe nuk ka vepra. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë të vetëm për ti, dhe i falë kërkojmë, kërkojmë tek Allah mbrojtje tek Allahu Azza wa Jall për vehteve tona dhe për punëve tona të këqija, atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb, atë të cilin ai e humb nuk ka se kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i tij. Xhamatin e Rom, Ramazani ardhi dhe kaloi. Bajrami ardhi dhe u largu. E kjo dënja po ashtu, çdo gjë në të vjen edhe zhduket, largohet. Dhe nuk mbet asnjë gjë tjetër, nuk i mbet asnjë gjë tjetër njeriu të vetëm se ato punë të cilat janë shkruar, ato vepra të cilat janë regjistruar në regjistrat e veprave, qofshin ato të mira apo të këqija. Siç thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ai i cili punon një vepër të mirë qoftë edhe sa grimca e gjenat, ndërsa ai i cili punon një vepër të keqe qoftë edhe sa grimca ka me e gjetat. Ishim në Ramazan, kena agjëru ditën dhe jena falë natën. Gjuhë tona e kanë përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Zemrat tona ishin falënderuese ndaj Allahut Azza wa Jall. E kena ndalu vetveten tonë nga gjanat që e prishin agjërimin dhe jena largu nga saqet dhe kufit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kena garu në vepra të mira, ndërkohë që shejtanët janë lidhë dhe janë prangos, ndërsa tashma jemi largu nga Ramazani.
Dhe këtu jemi sot, që kena vendos se si kena me e vazhdu pjesën tjetër të vitit. A kena me e vazhdu këtë pjesë tjetër të vitit duke u bindë Allahut Azza wa Jall dhe duke i rujt saqet e tia, duke ju afru Allahut Azza wa Jall në bindjen e tij, apo kena me e vazhdu pjesën tjetër të vitit duke u largu nga urdhnat e Allahut Azza wa Jall dhe nga ato gjëra që na i ka obliguar, apo duke ndjek hapat e shejtanit. Ai i cili e ka madhnu muajin e Ramazanit në vetveti, le ta di se muaji i Ramazanit ka kalu, është largu. Ndërsa ai i cili e ka madhnu Rahmanin, të mëshirshmin, të gjithë mëshirshmin, Allahun Azza wa Jall, le ta di që ai është i përjetshëm, është i gjallë, i përjetshëm dhe nuk vdes asnjëherë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala don prej muslimanit që ai me i vazhdu adhurimet, veprat e mira që i ka bërë, ndërkohë që zemërohet me muslimanin kur ai i shkel saqet e Allahut Azza wa Jall. E prej shenjave që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka pranu adhurimin e muslimanit, qoftë kjo në Ramazan apo jashtë Ramazan, është që muslimani me gjetë në zemrën e tij knatësi kur e vepron bindjen, adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Kur zemra e tij zgjanohet, gjoksi i tij zgjanohet kur bindet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe largohet nga saqet dhe kufit e Allahut Azza wa Jall. Sepse imani, besimi shtohet me bindjen e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe ulet me kundërshtimin dhe shkeljen e saqeve të tij. E kur Allahu e pranon bindjen ndaj tij, ndaj Allahut Azza wa Jall, e pranon adhurimin e muslimanit, atëherë besimi i tij shtohet dhe afrohet me Allahun Azza wa Jall, me Zotin e tij. Në të vërtetë që Allahu na ka urdhnu në pjesën tjetër të muajve ato gjëra që na i ka urdhnu, po ashtu edhe në Ramazan. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon një prej mirësive që Allahu ka përgatitur për robërit e tij në ditën e gjykimit, për robërit e tij të cilët e kanë frikë dhe i përkushtohen atij. Na tregon ai Zoti duke thënë: "Inna fil jannati la ghurfan." Me të vërtetë që në xhenet ka disa dhoma. Thot: "Yara au yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Shikohet për i brenda që ka jashtë edhe për i jashtë që ka brenda, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Kurse për këtë ka përgatitur Allahu Azza wa Jall dhoma. Po thot profeti alayhi salam: "A'addaha Allahu", i ka përgatitur Allahu Azza wa Jall dhoma liman alana al-kalam, për ato që flet but. Ndërsa një transmetim tjetër thot liman ataba al-kalam, për ato që flet mirë. Wa at'ama at-ta'am, edhe jep ushqim njerëzve. Wa adama as-siyam, edhe ka agjërim të vazhdueshëm. Wa salla bil-layli wan-nasu qiyam, edhe falet natën ndërkohë që njerëzit flajnë gjuhë. Kjo është një hadith i saktë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Ku na tregon i dashur në jon shembulli më i mirë i joni dhe prisi jon profeti sallallahu alaihi wasallam për një prej çështjeve të rëndësishme në xhennet. Thot janë disa lloma, nuk thot një llom, por se janë disa lloma. E çfarë është çështja e këtyre llomave? Thot banorët e saj shohin çka ka jashtë, pra ndërsa janë në xhennet. Edhe ato që janë jashtë i shohin ato që janë brenda duke shiu knatësitë edhe mirësitë dhe begatitë e Allahut Azza wa Jall. E na nxit profeti sallallahu alaihi wasallam anë të këtij hadithi për të kërkuar mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala duke ju bind atij dhe duke ju larguar saqeve të tij. Dhe mes këtyre gjërave të përgjithshme na tregon disa gjëra të veçanta të cilat i ka përmend në këtë hadith. Pikën e parë që përmend, thot profeti sallallahu alaihi wasallam liman alana al-kalam, për atë që flet but, i flet njerëzve mirë. Ashtu si që tregon Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, ku thot: "Wa qulu lin-nasi husna", edhe flitni njerëzve mirë, flitni njerëzve mirë. Mi flitni njerëzve sipas pozitës që ka secili njeri. Nuk mundesh me i fol prindit ashtu siç i flet fëmis. Nuk mundesh me i fol
të mallit edhe plakut ashtu siç kurse i flet të riut. E të gjithë këtyre thot profeti sallallahu alaihi wasallam foli but. Bile për më tepër Allahu azza wa jall e ka urdhnu Musa alayhis salam së bashku me Harun alayhis salam me i ful mirë kujt njerëz më të keq në atë kohë, faraonit. Faraoni zullumçar dhe shkoni flitni fjalë të buta, ndoshta ai udhëzohet, pastrohet. Kurse për sa i përket vazhdon në një transmetim që Islami thot liman ataba al-kalam, për atë të cilin i flet njerëzve fjalë të mira. Me fol fjalë të mira, me e shtu muslimani, me e shtu fjalën e mirë në lidhje me bindjen e Allahut azza wa jall. E me e paksu fjalën në lidhje me tematikat e përgjithshme të dynjas, me e paksu, jo me e nal, por se me e paksu, ndërsa me e nal komplet fjalën e cila është e nalume, fjalën të cilën e ka nalu Allahu azza wa jall, disa është gibeti, marrja në përgojë, keqimi i fjalëve, fymja e njerëzve, Allah gabet që i vehen njerëzve. E më rrallë, këtë gjano muslimani me i hek totalisht. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ai cili beson Allahun edhe ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të hesht. A tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Pika 2 që përmend profeti alaihi salam në hadith është it'amu at-ta'am, me i dhënë ushqim njerëzve. Kjo vepër është prej lëmoshave më të mira që mundet me bë muslimani. Është prej adhurimeve më të dashura të Allahut azza wa jall. Me i dhënë ushqim fukarave, me i dhënë ushqim atyne që kanë nevojë. Me respektu mikun kur vjen në shtëpi, me i dhënë ushqim të mirë. Me i dhënë ushqim familjes tonë, me i dhënë ushqim fëmijëve tuaj. E tonë këto gjëra kur muslimani i bën për hir të Allahut azza wa jall. Kur i bën me niyetin me kënaqë Allahun azza wa jall, fiton shpërblim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall kur i ka cilësu robërit e vetë besimtarë në Kur'an, ndër cilësitë e tyre që ka thënë: "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Edhe i japin ushqim thot për hir të tij, për hir të Allahut, atij të varfrit, jetimit dhe atij që azan rob. Edhe mos i bëjnë këtë vepër, çfarë thonë këto njerëz? Thonë innama nut'imukum liwajhi Allah. Me të vërtetë që ne jena duke ju dhënë ushqim për hir të Allahut. La nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Nuk dona për ju as shpërblim e as falënderim. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadith duke na thënë: "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allahi illa ujirta 'alayha hatta ma tad'u fi imra'atik." Me të vërtetë që ti ke për të shpërbly për çdo lëmosh që jep për të kërku fytyrën e Allahut azza wa jall, për të kërku shpërblimin e Allahut azza wa jall, deri sa thot edhe atë që vendos në gojen e bashkëshortes tonë, familjes tonë. E pra muslimani deri edhe ushqimin që e çon në shtëpia, që e çon gruzve apo fëmijëve të tij, nëse e bën me niyet, me qëllim për të kënaqur Allahun azza wa jall, ai fiton shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pika tjetër që ka përmendur profeti alayhis salam në këtë hadith është agjërimi i vazhdueshëm. Muslimani nuk e ndal agjërimin me muajin e Ramazanit. Muslimani nuk e ndal agjërimin me muajin e Ramazanit. Porse e vazhdon atë edhe në pjesën e tjetër të vitit, duke pas si shembull njeriu më të mirë, krijesën më të dashur të Allahut azza wa jall, profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai zotin e rum ka agjëru atë shumë sa që njerëzit mendonin se ai nuk e prish agjërimin ndonjëherë, kuptimin nuk e nalta agjërimin në ndonjë ditë. Edhe nuk kishte raste kur nuk agjëronte as pak, asa njerëzit mendonin sa që ai nuk agjëronte ndonjëherë. Kjo në bazë të rrethanave dhe faktorëve të ndryshëm që kishte në kohën e tij. Ai zotin e rum e agjëronte ditën e Hanit dhe ditën e Ajit. E shtonte agjërimin në muajin e Shaabanit. Agjeronte 3 ditë nga secili muaj, sidomos 3 ditët e bardha, që janë ditët 13, e 14 dhe e 15 e muajit Hanor.
Po ashtu shtonte agjërimin në Muharram, në muajin Muharram, ja agjeronte ditën e Arafatit, agjeronte ditën e Ashurës, na pa nxit me agjeru, dhe po ashtu me shtu agjërimin në Shaban. Ajo që është për qëllim është që na si musliman, ne na ngrihet pozita tek Allahu Azza wa Jall me anë të agjërimit. Nuk që ngrihet pozita tek njerëzit, por se na ngrihet pozita ku? Tek Zoti i krijesave, tek Zoti i botëve, tek ai i cili ka në dorë çelësat e së miri të kësaj bote edhe në botë tjetër. Prandaj muslimanit i takon që me garu për në xhenetet e Allahut Azza wa Jall. Ndërkohë që agjërimi është një derë për i dyrëve të mëdha të xhenetit të Allahut Azza wa Jall. E mjafton si vlerë e agjërimit, qoftë vullnetar dhe jo vullnetar, të lloj detyrueshëm. Hadithi i Profetit sallallahu alaihi wasallam ku tregon se Allahu Azza wa Jall ka thënë pra në një hadith qudsi, thot kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm. Secila vepër e birit të Ademit, secila vepër e njeriu është për te, illa as-sawm përveç agjërimit. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Me të vërtetë që ai është për mua dhe unë shpërblej për te, thot Allahu Azza wa Jall. Pika tjetër që përmend Profeti alayhi salam në hadith është namazi i natës. Namazi i natës është një adhurim të cilin Allahu Azza wa Jall kujtja ka bë risk, e ka bë që është sebeb për zgjanimin e krahërorit, është sebeb për qetësimin e zemrës së tij, jep dritë, jep nur Allahu Azza wa Jall atij musliman që vepron atë. Ndërkohë që Gjibril alayhi salam kur i ka ardhur Profetit sallallahu alaihi wasallam një herë prej herëve, i ka tregu për namazin e natës dhe i ka thënë Profetit alayhi salam, i ka thënë wa'lam anna sharafa al-mu'mini qiyamuhu bil-layl. Edhe dije pra o Muhammed se nderi i muslimanit është namazi i tij natën. Dije se nderi i muslimanit është namazi i tij natën. Nuk e ka diskutu namazin e përditshëm 5 vakte, sepse në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam fatkeqësisht sot tek na hala diskutohet 5 vakshi. Në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam ajo ka diçka po diskutueshme. Ai që nuk e ka fal namazin në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam është dëshu për gjëra të tjera që nuk kena pse me i përmendur këtë hutbë, kena përmendur në namazin, kurse e ka cilësu namazin e natës si nderi i muslimanit, sepse e dallon muslimanin për muslimanin. Muslimanin e zakonshëm me muslimanin e sinqert dhe të devotshëm. Atë që i përkushtohet Allahut Azza wa Jall, zemrën e tij e ka për Allahun Azza wa Jall. E ky namaz është cilësi e atyre që hinë në xhenetet e Allahut Azza wa Jall. Është cilësi e besimtarëve të sinqertë e të devotshëm. Në lidhje me këto besimtar, Allahu Azza wa Jall ka folur në Kur'an. Edhe ka thënë tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Largohen trupat e tyre prej shtretëve. Natën largohen trupat e tyre për m'u fal Allahut Azza wa Jall. Po ashtu thot Allahu Azza wa Jall, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ato flanin pak wa bil ashari hum yastaghfirun. Dhe në pjesën e fundit të natës ato i kërkonin falje Allahut Azza wa Jall. Kjo duke pas parasysh që siç e dina, në 1/3 e fundit të natës Allahu subhanahu wa taala zbret në qiellin e dynjas me një zbritje që i takon mashtisë së tij, zbritje që nuk i përngjason zbritjes së krijesave. Edhe thot kush më kërkon mua që t'i jap atij, kush më kërkon falje mua që ta falja. Na i bin dyrëve të krijesave. Shkojmë te jani, shkojmë te tjetër për me nxill hati kësaj bote. Ndërkohë që ndoshta derën e kina të mbyllur, edhe vazhdojmë na i bin. Ndërsa dera e Allahut Azza wa Jall është e hapur gjithmonë. Sidomos në këtë periudhë të veçantë që Allahu Azza wa Jall i pranon lutjet tona kur na kena një hall, kena një dër. Nuk i shkojmë i bim derisa Allahu Azza wa Jall, por shkojmë te dera e krijesave. Këtu e kena derën e mbyllur, i bim derisa aty kena derën e hapur, edhe vazhdojmë ta flejmë gjuhë. Allahu na udhëzoft.
E ky namazi natës suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na kena fal namazin e natës në Ramazan. Shumica prej nesh e kanë fal namazin e natës në Ramazan. Edhe është e qërtushme fetarisht që me e fal namazin e natës edhe me elan, duke mbështet në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku i tha një prej sahabeve, i tha la takun mithla fulan, mos u bën si filan, kana yaqumu al-layla, e fal dhe namazin e natës, thumma taraka qiyam al-layl, dhe manaj e la, pastaj e la namazin e natës. Por edhe muslimani duhet me i kushtu rëndësi namazit natës, qoftë edhe mas namazit të jacis, qoftë edhe mas namazit të jacis, dhe sidomos vitrit, sepse shumë prej nesh ndoshta neglizhojmë, e muslimani duhet me fal vitrin, është e mira me e fal namazin e vitrit. Ne si pasues të Kur'anit, Kur'ani i cili është fjala e Allahut azza wa jalla, është fjala e Allahut subhanahu wa ta'ala, e cila depërton në zemrat e muslimanëve të sinqertë. Është një fjalë me anë të së cilës Allahu azza wa jalla i zgjeron gjokët e krahënorët e besimtarëve të Allahut. Ja lehtëson atyne çështjet e dunjas dhe të ahiretit. I begaton shtëpitë e tyne me begatitë Allahut azza wa jalla, i largon shejtan, po ashtu e ndalë të keqen e dashakeqesve. Ndërkohë që na kena lexuar Kur'anin pra në muajin e Ramazanit, dikush më pak ose dikush më shumë, e letë mos hija prej atyne që e bojkotojnë Kur'anin, e lajnë Kur'anin anash gjatë muajve të tjerë. Ai i cili jetën e tij pas Ramazan, pjesën tjetër të muajve mas Ramazan, e ka si gjatë muajit të Ramazan. Ai lë të di se jeta e tij, vdekja e tij, ringjallja e tij janë të gjitha ditë bajramit, janë ditë feste. Pse? Sepse ai shijon begatitë, mirësitë dhe shpërblimet e Allahut azza wa jall. Dhe le të punojmë vepra të mira, sepse duhet na me i llogarit vehtet tona para se të llogaritena në ditën e gjykimit. Le t'i peshojmë vetë punët tona në këtë dynja para se na të peshohen veprat tona në ditën e gjykimit, dhe le të përgatitena për me taku Allahun azza wa jalla në një ditë të vështirë. Sepse sot nuk ka llogari, por se ka vepra, kurse në botën tjetër ka me pas llogari, edhe nuk ka vepra. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, me të vërtetë që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka ligjëruar përmes profetit sallallahu alaihi wasallam, siç e kemi thënë edhe përpara, që me agjëru 6 ditë nga muaji i Shawwal, muaji pasardhës, muaji vijus i muajit të Ramazanit, duke na thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyami ad-dahri." Ai i cili agjeron Ramazanin dhe e pason me 6 ditë nga muaji i Shawwalit, ati i llogaritet sikur të ketë agjeru komplet vitin. Dhe na ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi wasallam këtë gjë, duke e ditë që e mira shumë fishohet. Një muaj është me 10 muaj, 6 ditë janë me 60 ditë, të cilat janë 2 muaj, 10 muaj, edhe 2 muaj janë 12 muaj, të cilat janë të barabartë me një vit. Prandaj muslimani i cili e agjeron Ramazan, edhe pason me 6 ditë nga muaji i Shawwalit, i llogaritet atij sikur të ketë agjeru komplet tan vitin. Por se dikush mund të më thonë se janë këto 6 ditë të veçume me muajin e Shawwalit dhe jo me muajt e tjerë. Pse mos ta agjeroj Ramazanin, edhe mos t'i agjeroj këto 6 ditë në disa muaj të tjerë që vazhdojnë mas Shawwalit. Nuk ka dyshim se profeti sallallahu alaihi wasallam çdo gjë që e ka nxjerrë prej gojës së tij të nderuar në lidhje me fenë Allahut azza wa jall, ka kënë shpallje që jo ka shpall Allahu, si thot: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha."
ai nuk flet nga vehtja e tij, por sa shpallje që i shpallet thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Dhe çdo gjë që na ka thënë për një urtësi. E kur i ka veçu këto ditë, i ka veçu për një apo disa urtësi. Urtësi të cilat dietarët janë munduar me i gjetë. Edhe i kanë cek në disa prej fjalëve të tyre. Urtësia e parë është që agjërimi i tyre 6 ditëve mas muajit të Ramazanit është si puna e sunetit i cili vjen mas farzit. E pason. Siç e pason suneti farzin, i cili vjen mas farzit, apo ashtu janë edhe 6 ditët e Shawalit të cilat e pasojnë muajin e Ramazanit. Po ashtu kanë cek dietarët dhe kanë thënë që agjërimi i këtyre 6 muaj i mbulon mangësitë që muslimani ka bërë gjatë muajit të Ramazanit, qofshin ato fjalë apo vepra të cilat kanë të pahishme, apo po ashtu edhe mangësitë që kanë pas lidhje me agjërimin e tij. I mbulon ky 6 ditë, i mbulon ato që kanë në Ramazan. Po ashtu për urtësive të tjera është të tregon për imanin e fortë, për besimin e fortë që ka besimtari i Allahut Azza wa Jall. Që masi e mbaroi agjërimin e muajit të Ramazanit, i cili është agjërim i detyrueshëm, kaloi muaji i Ramazanit, vjen muaji i Shawalit, nuk e ka të rënë ai agjërim. Allahu Azza wa Jall e shef se ky person në zemrën e tij nuk e ka të rënë për ma agjëruar për Allahun Azza wa Jall, kurse përkundrazi e pranon me kënaqësi, me ju bill urdhit të Allahut Azza wa Jall, gjallë që tregon për imanin e nal, për besimin e madh që ka ky rob i Allahut Azza wa Jall, edhe pse ky agjërim nuk është i detyrueshëm. Pika tjetër po ashtu është që tregon një prej urtësive të agjërimit. Agjërimi i Ramazanit është obligim. Pra kemi 3 lloje të agjërimeve njëri mas tjetrit. Kena agjërimin e Ramazanit, i cili është i obligueshëm. Mas tij vjen një agjërim, por se është agjërim i ndaluar që e ka haram muslimani me agjëru. Është dita e Bajramit. Është dita e Bajramit, ditë e cila është fest, është ku shpalosen simbolet e Islamit, shpaloset gëzimi i muslimanëve, uniteti i muslimanëve, shpalosen shumë gjëra në të cilat Allahu Azza wa Jall e ka bërë haram këtë ditë me agjëru. E mas së dite ku e kena haram, me agjëru vjen një periudhë, vjen një muaj ku e kena të pëlqyeshëm me agjëru. Pra janë 6 ditë e muajit të Shawalit. Pra kena agjërimin që kena të detyrueshëm, mandaj na vjen agjërimi i ndaluar, mandaj na vjen agjërimi i pëlqyeshëm. E duhet ta dim që agjërimi i këtyre 6 ditë nuk është kush që me ka një namaz tjetrës. Do ditë mundet muslimani me agjëru një namaz tjetrës, mundet me agjëru tek e tek, ose një periudhë, 2, një periudhë tjetër, 3, një periudhë tjetër, në varësi të mundësive të tija. E rëndësishme është që muslimani mos në u privu për mirësive të Allahut Azza wa Jall, përse në e plotësu këtë 6 ditë, sepse ka shpërblim të madh dhe pozitë të lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma pas Allahu subhanahu wa ta'ala në ka urdhnu me rasulallahi mi profetit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë man salla 'alayya salatan wahida sallallahu alaihi 'ashra. Me të vërtetë ai i cili dërgon një salavat mbi mua, Allahu Azza wa Jall dërgon 10 salavate mbi të. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الوسم الله سبحانه وتعالى كما كان يكناشن بري صحابة وشوقة الرسول صلى الله عليه وسلم واشتو ما كان يكناشن بري نش. Ashtu siç e lusim që me kanë iknaqur prej fjalëve dhe veprave tona dhe me na forcu ne në fen e tij. E lusim Allahun Azza wa Jall me na i shtu të mira dhe mos me na i paksu. Po ashtu e lusim që ato vepra që i kena vepruar gjatë muajit të Ramazanit, na me u kënaqsh me këto vepra kur i shohim tek Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, dhe me i bëj sebeb këto vepra që më na fut në xhenetet e tija. Në të vërtetë që ne jena robër të Allahut Azza wa Jall të dobët dhe gabimtar, e lusim Allahun Azza wa Jall me na fal, me na mëshiru, me na i fal gjunahet tona, me na i fal prindin ton, familjar ton, me na i fal gratë tona, fëmijët ton, të afërmit ton dhe të gjithë ata që
i kena për zemër, po ashtu të gjithë muslimanët dhe muslimanët. O Allah na jep të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenamit. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi.